Tregu I shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë vijon të jetë një nga pikat kryesore të furnizimit me produkte bujqësore të freskëta gjatë sezonit veror. Në këtë periudhë tregu ofron një shumëllojshmëri të gjerë frutash dhe perimesh vendase, të cilat kultivohen nga fermerët e zonës dhe më gjerë. Puna në këtë treg nis shumë herët. Tregtarët dhe fermerët ngrihen që në orët e para të mëngjesit, madje që në orën 3, për të mbritur në kohë dhe për të sistemuar produktet e tyre. Megjithatë, sipas tyre, sakrifica dhe mundi I përditshëm nuk po shpërblen siç duhet. Gjatë një vëzhgimi të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora në orën 4 të mëngjesit, u vure se tregu ishte I mbushur me prodhime bujqësore, por mungonin blerësit dhe tregtarët e vegjël që zakonisht furnizohen aty. Fermerët shprehen se çmimet me të cilat ata shesin produktet janë të përballueshme dhe normale për tregun, por sipas tyre problemi qëndron tek rritja e mëtejshme e çmimeve në tregjet e qytetit dhe në dyqanet e pakicës. Ata pretendojnë se produktet dalin nga ferma me çmime të ulta, ndërsa në momentin që arrin te konsumatori final, shiten më shtrenjtë. Kjo situatë sipas fermerëve krijon pak kënaqësi si tek prodhuesit ashtu edhe tek qytetarët, të cilët përballen me çmime më të larta. Fermerët tregojnë se një pjesë e madhe e produkteve që tregtohen janë prodhimi I tyre. Ata investojnë gjatë gjithë vitit në kultivimin e frutave dhe perimeve, por shpesh përballen me vështirësi në shitjen e mallrave. Mungesa e klientëve dhe tregtarëve bën që një pjesë e prodhimit të mbetet pa ushitur, duke sjellë humbje ekonomike për familjet që jetojnë nga bujqësia. Sa ja, makina plotë. Nuk ka. Po pse? Nuk janë çmimet. Janë çmimet shumë të ulta. Ne shesim shumë ultë dhe tregu lart shes shtrenjtë. Kaq. Jeta është mallë. Po asi me vit më pak si janë një lloj janë çmimet. Ju keni mallin tuaj apo ton. Mall jemi prodhues. Po jo, janë shumë dobët mallu I tërë pa shitur o zonë. Po s'ka tregtarë, s'ka lëvizje, çdo gjë është e bllokuar. Po çmimet janë. Çmimet janë katastrofë. Ta ul çmimin, ja çmimin malli të shish, ja bëj film edhe më. Si me një vit më parë si është. Janë shumë dobët. Ka rënë më poshtë, janë më poshtë. Çmimet nuk ka. Nuk na pyet njëri fare, po për çmimet e rregullojmë ne po. Nuk na pyet njëri fare, çdo gjë ja shikoj edhe këtej malli qeshit. Nuk ka tregtar, kush ta blej mallin ton? Janë gjithë fshatarët. Ju jeni prodhues apo Prodhues. Jo, jemi prodhues I bëjmë vet. I kemi nga Baça. Po, të gjitha të fushës. Ja, sallata është e fushës, çdo gjë është e fushës. Nuk ka lëvizje. Kujt ja shesim ne? Po s'ka tregtar. Shitja është shumë dobët. Siç e shikon vet. S'ka shitje, s'ka njerëz. Po çmimet janë. Po çmimet janë shumë lirë. Krasi me vit më parë. Më lirë akoma në viti I kaluar. Siç e shikon vet janë pa shitur. Po vetë ora, sa po vetë 5. Ato s'ka popullim olla, është populluar vendi. Po fara ja, çaj shikon ja këtu janë. Si marrin, as pa lek si marrin ça. Ka që punojmë, ka që të... Po s'ka edhe blersa s'ka. Po kaloj blersi 2-3 herë në një vend kështu, do thotë që s'ka. Po çmimet janë. Çmimet. Po s'ka të rregje, s'ka. Çmimi është dobët fare ça. Po dobët nuk ka të rregje. Po nuk shitja ja atje që ato shesum. Por me shitjet dobët kemi qenë si vjetë. Krahasim me vitin e kaluar, vjetë ka qenë më mirë. Po s'ka popull, ka një kur gjithë. Ne që jemi këtu, me ditë jemi. Po çmimet? Po çmimet për I bret. Për I bret. Po për I bret, nuk... Po valla, nga momenti që nuk ka tregje, po që çmimi ulët nuk blen njeri. Sa më shtrenjtë të jetë, aq më shumë blejnë. Ndikon çfarë ndikon tani? Krasi me vit më parë. Po ta thash, vjet ishte më mirë. Nuk ka njerëz ore. Fiku këtij zotëris vjet ishte me 3000 lekë, ky si vjet është me 1000 lekë. Barbunja vjet ishte me 2000, si vjet është me 1000. Rrushi ishte vjet me 3000, si vjet është me 2000. Ça? Ka dhe më lirë. Jeni prodhues apo? Prodhues. Ne jemi në fshati Gallarëve, ushtima. Pavarësisht vështirësive, fermerët vjojnë të mbajnë gjallë aktivitetin e tyre, duke sjellë çdo ditë në treg prodhime të freskëta cilësore.
Ata shpresojnë që me rritjen e fluksit të turistëve gjatë verës të kenë më shumë lëvizje në tregun e shumicës së frutave dhe perimeve dhe një përmirësim të shitjeve, çka do të mundësonte të përballonin kostot e prodhimit dhe të siguronin të ardhura më të mira për familjet e tyre.